pasur parametra që ky inflacion do të jetë i tillë dhe në ndërkohë kemi pas edhe pasivitetin e institucioneve të Republikës Kosovës që asnjëherë nuk kanë bërë asgjë në këtë periudhë kohore për ta trajtuar inflacionin, i cili është një problem i importuar për Kosovën, por ndonse që është importuar nuk do të thotë që nuk mund të mirën masat për ta menaxhuar atë. Dhe institucionet e Republikës së Kosovës, qeveria dhe ministritë përkatëse, kanë dështuar të menaxhojnë inflacionin dhe unë besoj që nëse kjo rrjedhë do të vazhdoj kështu dhe nëse ne rrim duar krysh ka shik kësaj situate nuk marrim masat të tjera të cilat janë praktike në ekonomitë e zhvilluara, atëherë ne mund të shohim një rritje deri në 8.2%, 8.5% edhe për muajin e ardhshëm, por nëse kemi reagime nga institucionet që unë dyshoj që kemi sepse jemi edhe kohë zgjedhjes dhe askush po merret me ekonominë, atëherë unë besoj që do shkojmë drejt 8.2 deri 8.5% të rritjes së inflacionit për muajt e ardhshëm, që natyrisht kjo do të jetë barë e rënd për qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe ashtu janë duke jetuar në kushte të vështira ekonomike, për shkak rrethana ekonomike, duke pas parasysh që Kosova që 6 vite të kësaj qeverisje nuk ka pa investime kapitale, pra më shumë kemi krijuar një shtet social se sa një shtet zhvillimor dhe ekonomik, dhe duke qenë se jemi kështu, atëherë ne me rastet e caktuara dhe kemi ushqyer inflacionin ashtu siç ndodh rëndom, ku kjo qeveri edhe shpërndan vitra për qytetarët e Republikës së Kosovës.